banden mafiose të dërëm, dhe njerëzit të tërgjën e rupësi, nuk rrejmë në gjastëm, shqiptar janë. Hajde këto të Mirë mbrëma të dashur demokrat. Unë jam Geraldina Kola, studente dhe një ere e forumit të Partisë Demokratike. Në fillim të viteve 90, pa të momentin ton, fundin e epokës komuniste. Pas 45 vitesh regjim totalitar, mjerimit ekonomik dhe asnjë shpresë për vendin ton. Populli u ngrit. Më 8 dhjetor 1990, lindi lëvizja studentore dhe ushtrua kërkesa për pluralizëm. Sot, si të rinj, do ta festojmë atë ditë, në një mënyrë tjetër. Nuk duhet të harrojmë kurrë se si të rinjt, ne jemi ata që kemi fuqinë të ndryshojmë rrjedhën e jetës sonë. Sot, 35 vjet më vonë, përballemi me një lloj të ri regjimi autoritar, plot korrupsion, skandale dhe emigrim masiv të vëllezërve dhe motrave tona. Prandaj duhet të veprojmë. Rëvejk! Sot, në ditën e rinisë, le t'i japim besën njëri tjetrit. Ta çojmë ëndrrën e tyre në vend. Le ta shporim diktaturën e dytë. Kanë shpenzuar, nuk egzagjerojnë nëse ju them miliarda, për të shkatruar ëndrrën e studentëve djetorit, për të shkatruar Partinë Demokratike. 120 milion të anije generator. Dhe vinte ajo zonja na thoshte do hani bar, po ndoqët liderin tuaj. 30 milion euro me Gonigali. Miliona euro Blautin, Mogherini, Kosi dhe të gjithë korruptuarit e tjerë ndërkombëtar. Dhe orët pa fund dhe milionat pa fund që shikoni çdo natë duke u marrë me Partinë Demokratike. Duhet ju bëjt besoni që kjo parti nuk shuhet kur, sepse kjo është partia atyre që sakrifikuan, i bën ballë regjimit terrorist të Enver Hoxhës. Kjo është partia e tribunit Leris Azem Ajdarit. Kjo është partia e Sali Berishës. Kjo është partia e njerëzve të lirë që kur nuk dorëzohen. Kokën lart demokrat. Si ka mundësi që ky ai duti këtu, që protestoi për 0.7 milion dollar, të cilat kur nuk u morën. Si nuk flet ky për 97 milion euro të tuneli Llogaras, 430 milion euro incineratorët, 120 milion euro anije generator. Dhe vetëm me faktin që thot janë dardha, moll, kumbulla. Ky është bashkëpunëtor. Por mediat nuk merren me këtë. Nuk thonë që ky dhe luftar Hysa kanë qëndrime të ndryshme për të njëjtin takim. Njëri thot për libër, tjetri thot për kazino. Dhe Nietzsche i Spakut, Altin Mercenari, po të kishte një fije dinjiteti dhe kishte marrë në pyetje. Për para Belind Këlliçit, ky pranoi se ka shkelur ligji, ka firmosur. Por Nietzsche i Spakut nuk guxon. Na thot janë krime intelektuale. Filozofi do të na bëjt besojmë që ne jemi budallëk dhe është i zgjuar. Dhe ky është intelektual që vjedh bukur. Ta janë xhambaz miqtë e mi. Ta vjedhin hapur. Drejtora nga 30 milion euro. Është bërë miliarder i biri Kristashit. Një narkoman, një hajdut ordiner. Besoni se ju jeni po aq të mirë sa gjithë secili tjetri. Por kjo miqtë e mi nuk është betejë e emrash, kush është më i mirë se tjetri. Shqipëria është në prag të destabilizimit. Është çështje ekzistenciale. Besojeni që jeni po aq të mirë sa të tjerët. Dhe secili t'i jap
10% të paktën më shumë nga vetja. Të mos presim se çfarë bën partia për ne, por çfarë bëj unë për familjen time, për veten time, për kombin tim. Nuk e njoh Shkëlqim Hoxhën, s'ke patur rastin as përshëndetemi, por po ju them një gjë. Shkëlqimi e fitoi Bashkinë Rogozhin. Edhe një bashki të vogël. Nuk na e lan. Morën kutinë e burgut, e thamë fitoi PS-ja. Pas ju thamë që fituam ne se të burgosurit nuk mund të votojnë zgjedhje lokale. Po thënë, do përsërisim zgjedhjet. Pra ta harroj çdo kush se mund të fitoj për ballti trafikantit këtu. Kështu u mori Mara, se donte të vinte Edi Rama 22.4 hektar tokë gjype, mos hapeshin dosjet. Por Altin Mercenari nuk guxonte hetoj ta marrin pyetje. Për ushtrim ndikimit palishëm për të pasuruar familjarët e vet. 2 ura i denoncoi Belind Këlliçi, mungojnë. Ai nuk e merr në hetim këtë. Këshura dhe Shkodra, miqtë mi, se këta janë aq arrogant sa mburen një